Gjendemi në fshatin Bellanic, komunës Malishevës, dikur komuna e Suarekës, nga se Malisheva është formu pas vitit 1999, faktikisht në vitin 1985-86 është formu, po për shkak të regjimit serboslav, në vitin 1990 janë mbyllë të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, edhe ne kemi punuar në mënyra të ndryshme deri në fund vitit 99. Vitin 99 është 99-2000 në fakt është formu komune e re. Bellanica është një fshat me një bagazh bukur të madh, duke filluar prej shkollimit hershëm, të gjitha profileve. Pastërtia, disiplina e këtij fshati që është më i pastër se ndoshta edhe qytetet, sipas zogajt ruhet nga të moshuarit e fshatit. Disiplina dhe rregulli ruhet nga plestarë. Ashtu siç e kanë ruajt prindrit, gjyshejt dhe stërgjyshejt tonë, ende po mundohemi edhe ne ta ruajmë atë rregull, atë rand të fushës fshatit Bellanic. Fshati Bellanic është i banueshëm me mbi 3500 banor, ka rreth 600 shtëpi, mërgimi në mban shumë, ka shumë qytetarë cilët janë në mërgim dhe ka shumë shtëpi të mbyllura fatkeqësisht, por po të mos ishte mërgimi, edhe ne sot nuk do të kishim mbjetuar sa duhet. Megjithatë, luftë më të madhe fshati Bellanic ka bërë me arsimu qytetarët e vet. Dhe nga ky fshat kemi doktorat shkencave, të fillu nga doktorët matematicienët, cilët janë doktor shkencë nga matematika, kemi mjek të njohur edhe në instancat e Republikës Kosovës, kemi mjek cilët punojnë në Gjermani, në Zvicër, por arsimi mbi të gjitha është prioritet për qytetarët e fshatit. Bellanica sot është një fshat që ka një rregull, një disiplinë, që si duket është trashëguar që nga vitet shumë të hershme, atëherë kur fshati u përgjigj në çdo thirrje të vendit.